Mos harro të bësh subscribe. Do ju vinë lekët lumë. Këto 4 shenja do pasurohen deri më 24 nëntor, fati financiar shpërthen. Ka periudha që universi flet qetë dhe ka periudha si kjo, ku ai bërtet me zë të lartë, koha e bollkut ka ardhur. Në qiell është krijuar një kombinim i rrallë planetar, ku Jupiteri, planeti i fatit dhe pasurisë, bashkohet me Afroditën dhe Mërkurin për të hapur portën e artë të prosperitetit. Dhe 4 shenja të veçanta të zodiakut do ndjejnë fuqinë e këtij shpërthimi financiar deri në datën 24 nëntor. Në këtë periudhë, energjitë janë si një valë drite që vjen drejt teje, një valë që sjell lek, mundësi, stabilitet, por mbi të gjitha ndryshim të menjëhershëm në fatin ekonomik. Universi ka zgjedhur t'u japë shpërblimin atyre që kanë qëndruar me zemër të fortë, që kanë punuar me besim, edhe kur rezultatet s'janë parë menjëherë. Tani, ajo punë e fshehtë, ai përkushtim që ke bërë në heshtje, ai durim që ke treguar, do kthehet në fitim të prekshëm. Në këto ditë do ndjesh një ndryshim të çuditshëm në ajër, si një lehtësi, një energji që të shtyn për të vepruar. Dhe në fakt, çdo hap që do marrësh, çdo vendim i vogël, do të ketë rezultat financiar. Afrodita bashkohet me Mërkurin në një pozicion që i jep fjalës tënde peshë, idesë tënde vlerë dhe veprimit tënd sukses të menjëhershëm. Për disa do të thotë rritje rroge, për disa fitime nga puna personale, për të tjerë mundësi të reja bashkëpunimi apo të ardhura të papritura. Por nuk është vetëm për parat në dorë. Kjo është periudha që ndërlidh vetvlerësimin me pasurinë. Universi po të thotë, nëse e di sa vlen, do të marrësh aq sa meriton. Dhe këto 4 shenja do ta ndjejnë këtë shumë fort, do të ndjejnë se çdo pengesë që kishte bllokuar rrjedhën e lekëve, tani është hequr. Në këtë periudhë, për shumë njerëz, një email, një telefonat, një takim i papritur mund të ndryshojë drejtimin e tyre financiar. Energjia e 24 nëntorit është si një kulm i dritës, ku gjithçka që është mbjellë me përkushtim në javët e fundit, tani jep frytet e saj. Nëse ke ndjerë se je në prag të një ndryshimi, kjo është ajo çfarë ke pritur. Nëse ke parë sinjale, numra që përsëriten, ëndra të qarta apo ndjesi që diçka po afrohet, mos dysho më. Janë shenjat që tregojnë se fati financiar po shpërthen. Për disa, kjo do të përkthehet në pagesa të mëdha, bonuse, investime që japin rezultat apo bashkëpunime që çojnë drejt fitimeve të vazhdueshme. Për të tjerë, është një fillim i ri profesional që hap rrugë drejt një jete më të sigurt financiarisht. Por në çdo rast, energjia është e qartë. Universi do t'u jap këtyre 4 shenjave më shumë se çfarë kanë kërkuar. Në dashuri, kjo periudhë sjell edhe harmoni, sepse kur energjia financiare qarkullon, ajo pastron edhe zemrën. Kur njeriu ndjen bollëk, ai jep dashuri më të pastër, fal më lehtë dhe ndjehet më i lumtur. Dhe universi e di këtë, prandaj parat nuk janë vetëm për luks, por për paqe, lehtësi dhe qetësi shpirtërore. Nga sot e deri më 24 nëntor, do ndjesh që çdo gjë po vjen drejt teje me shpejtësi, njerëzit duan të bashkëpunojnë me ty, parat po qarkullojnë, mundësitë po shfaqen, dhe mendja jote do ndriçohet me ide të reja që kanë vlerë reale. Por universi paralajmëron diçka. Kush është gati të besojë, do të marrë shumë. Kush dyshon, do ta lërë valën të kalojë. Kjo është koha për të vepruar me zemër, jo me frikë. Në fund të periudhës, 4 shenja do të ndihen të ndryshuara, jo vetëm në portofol, por në shpirt. Do ndjejnë që rrjedha e jetës ka marrë drejtimin e duhur dhe se tani, më në fund, po marrin atë që universi ua kishte premtuar prej kohësh. Prandaj qëndroni me mua deri në fund të videos, sepse tani do zbulojmë cilat janë ato 4 shenja që universi ka vendosur t'i mbulojë me ar, fitim dhe bollëk deri më 24 nëntor. Dhe mos harroni, kur energjia e parave hapet, ajo nuk ndalet më. Demi, universi derdh pasurinë mbi ty, çdo mund përkthehet në fitim. Demi, për ty ka ardhur momenti që ke pritur gjithë vitin. Universi të ka parë duke punuar, duke duruar, duke ndërtuar ngadalë dhe me kujdes, dhe tani shpërblimi vjen në mënyrën më të bukur të mundshme, lek, fitime dhe stabilitet. Nga sot e deri në 24 nëntor, çdo energji financiare që ke dërguar në univers kthehet shumë fish. Në punë, do të ndjesh ndryshime të menjëhershme. Një projekt i vjetër që duke i fjetur ringjallet papritur, një bashkëpunim që ishte në pritje aktivizohet, ose një ide që ke lënë mënjan kthehet në fitim të vërtetë.
kjo është periudha kur çdo përpjekje e vogël ka efekt të madh. Në aspektin financiar, kjo hënë dhe ky konfigurim planetar të ndihmojnë të stabilizosh gjithçka. Nëse ke pasur vonesa me pagesa, ato përfundojnë me sukses. Nëse ke bërë plane për kursim ose investim, tani është koha për t'u hedhur në veprim. Jupiteri në aspekt perfekt me shenjën tënde të dhuron mundësi të papritura fitimi, dhe ato nuk do të vonojnë. Në dashuri, ndodh diçka interesante, kur energjia financiare hapet edhe zemra. Do ndjesh më shumë harmoni në marrëdhënie, më shumë qartësi dhe mbështetje emocionale. Nëse je beqar, mund të afrohet dikush që jo vetëm të pëlqen, por të frymëzon drejt rritjes. Por më e bukura është ndjesia e sigurisë që do ndjesh. Për herë të parë pas shumë kohësh, do të ndjesh se e kontrollon jetën tënde. Çdo vendim i jot, çdo hap, po ecën drejt bollëkut. Universi të thotë, çfarë ke dhënë me durim, tani do ta marrësh me bollë. Kështu që mos u ndal demi. Fati financiar ka shpërthyer për ty dhe deri më 24 nëntor, çdo gjë që prek mund të shndërrohet në ar. Luani, nga hija në dritë, parat, fati dhe vlerësimi vinë bashkë. Luani, për ty ky është momenti kur universi të vënë në qendër të skenës. Ke kaluar një periudhë lodhjeje dhe pritjeje, por tani drita e bollëkut po ndriçon fort për ty. Afrodita dhe Jupiteri po bashkohen në një ndikim që sjell lek, famë, vlerësim dhe fitime konkrete. Në punë, je gati për një kapërcim të madh. Një projekt që ke nisur ose një ide që e ke diskutuar prej kohësh, tani mund të jap rezultatet e para. Njerëzit fillojnë të vlerësojnë talentin tënd, lidhen me ty, të kërkojnë, të ftojnë. Një ofertë e re apo mundësi fitimi mund të vijë papritur, nga një kontakt, një mesazh apo një person që të propozon diçka serioze. Në aspektin financiar, kjo është periudha e rritjes. Mund të marrësh një pagesë të madhe, një bonus, një fitim që se prisje, apo të përfundosh një marrëveshje që të sjellë stabilitet për muajt e ardhshëm. Afrodita e nxit besimin dhe magnetizmin tënd, çfarëdo që flet të dëgjohet. Çfarëdo që kërkon të jepet. Në dashuri, rrezaton. Energjia e Afroditës e bën Luanin tërheqës, karizmatik dhe të padurueshëm për të mos vënë re. Nëse je në lidhje, partneri të sheh me sytë e një personi që ka gjetur diellin e jetës së tij. Nëse je beqar, përgatitu, dikush që të vlerëson shumë mund të afrohet dhe ky person do të ndikojë edhe në suksesin tënd profesional. Deri më 24 nëntor, yjet po të japin një shans që nuk duhet humbur. Ky është momenti për të kërkuar më shumë, për të dalë përpara dhe për të ndjekur projektet e tua. Fati financiar po shpërthen dhe ti je në krye të kësaj vale suksesi. Universi të thotë, mos u frikëso nga drita, ajo është bërë për ty. Dëshiron të promovosh biznesin, produktin ose shërbimin tënd? Kanali ynë ofron hapësira reklamuese dhe promovime speciale për audiencën tonë të gjerë. Kontakto tani për detaje dhe bashkëpunime. Akrepi, parat që prisje më në fund vinë, shpërblim për durimin. Akrepi, kjo periudhë është për ty si një shpërblim kozmik pas një faze me tensione, vështirësi dhe ngarkesë emocionale. Universi ka parë sa ke duruar, sa ke qëndruar i fort kur gjërat nuk shkonin siç doje, dhe tani ka vendosur të shpërblejë me parat që ke pritur, fitimet që ke merituar dhe qetësinë që ke kërkuar. Afrodita dhe dielli po ndriçojnë sferën tënde të fitimeve dhe pasurisë personale. Mund të ndodhë një ndryshim i madh në punë, një propozim i ri, ose një mundësi që të sjellë fitime reale. Një kontakt që ke pasur më parë mund të rikthehet me një ofertë më të mirë. Nëse je i vetpunësuar, do të kesh ditë të arta, klient, kërkesa dhe fitime që rriten çdo ditë. Në aspektin financiar, ky është momenti kur parat fillojnë të rrjedhin pa pengesa. Nëse ke pasur detyrime, ato zgjidhen. Nëse ke pasur bllokime, ato hapen. Nëse ke pasur frikë nga mungesa, ajo zhduket. Universi po të thotë, besoj procesit, sepse tani rrjedha është e hapur. Në dashuri, kjo periudhë sjell një ndjenjë të re stabiliteti. Marrëdhëniet që kanë qenë nën presion rifitojnë ekuilibrin, ndërsa beqarët do ndjejnë një lidhje të fortë shpirtërore me dikë që vjen pa pritur. Kjo është një dashuri që të frymëzon, të qetëson dhe të jep motivim për të ecur më përpara. Në shpirt, më në fund po e ndjen se jeta po të shpërblen.
Nuk ka më bllokime, nuk ka më ngërçe. Nga sot e deri më 24 nëntor, rrjedha e fatit financiar po të çon drejt një periudhe më të qëndrueshme, më të lehtë dhe më të begatë. Kjo është koha jote, akrep, mos e ndal valen, sepse parat po vinë si lumë. Peshqit, bekim hynor, lek që vinë nga drejtime të papritura. Peshqit, kjo periudhë është si një val e artë që të mbështjell me dritë. Universi po të dërgon sinjale të qarta, fati yt financiar po shpërthen. Afrodita dhe Jupiteri janë në harmoni të plot me shenjën tënde, duke hapur dyert e lekëve, mundësive dhe frymëzimit shpirtëror. Në punë, gjithçka që ka qenë e paqartë bëhet e qartë. Nëse ke ndjerë pengesa, ato zhduken. Nëse ke pritur lajme, ato vinë me surpriza pozitive. Një mundësi që vjen nga një misi, një kontakt online apo një projekt kreativ mund të sjellë fitime që as si ke imagjinuar. Në financa, kjo është periudha e frymës së bollkut. Parat vinë lehtë si dhuratë e universit, por me një kusht. Duhet të qëndrosh në energjinë e mirënjohjes. Sa më shumë falenderon për atë që ke, aq më shumë merr. Në dashuri ndodh një pastrim i madh. Nëse ke qenë në dyshime, gjithçka qartësohet. Nëse je në marrëdhënie, ndjen më shumë mbështetje. Nëse je beqar, një person me shpirt të butë dhe energji të ngrohtë mund të hyjë në jetën tënde. Dhe ndoshta, për shumë peshq, ky person do të jetë edhe sjellësi i fatit. Në shpirt do ndjesh qetësi që se ke ndjerë prej kohësh. Ndjenja e frikës nga mungesa largohet dhe në vend të saj vjen besimi i plotë se universi kujdeset për ty. Kjo është periudha kur peshqit e ndjeshëm shndërrohen në magnet të bollkut. Nga sot e deri më 24 nëntor, çdo ide, çdo frymëzim, çdo ndjesi që ndjek me zemër do të sjellë lek, mundësi dhe shpërblime reale. Këto 4 shenja, demi, luani, akrepi dhe peshqit, janë zemra e bollkut të nëntorit. Universi po shpërblen guximin, durimin dhe besimin e tyre. Nga sot e deri më 24 nëntor, do të ndjejnë rritje të jashtëzakonshme në fushën e lekëve, fitimeve dhe stabilitetit. Shkruani poshtë në komente shenjën tuaj dhe tregoni nëse ndjeni këtë val të re që po afrohet. Mos harroni të abonoheni në kanalin tim, sepse valet e tjera të bollkut janë vetëm në fillim. Universi është në lëvizje dhe këtë herë, rrjedha e lekëve po vjen drejt jush.